Shumë sëmundje që doktorët nuk i gjejnë, mund të shkaktojnë nga mallkimi. Si ta gjejnë mjekët mallkimin? Njëherë, sollën në qelinje të paralizuar. Ai nuk mund të ulej dot, sepse trupi qëndronte drejt si shtyll druri. Ata e mbanin në vik dy burra, një nga shpatullat e tjetri nga mbrapa. Vendosa dy trungje pranë dhe u mbështet aty. Ata që shoqëronin më thanë, është në këtë gjendje qysh nga mosha 15 vjeçare, dhe kanë kaluar 15 vjet qysh atëherë. Po si e psoj kështu, i pyeta. Nuk mund të jetë gjë normale, diçka ka ndodhur. Kërkova andej këtej dhe gjeta në fund se kishin mallkuar. Çfarë kishte ndodhur? Njëherë shkonte në shkollë me autobusin e linjës dhe ulën në karrige. Në një ndalesë për një prift dhe një plak i moshuar dhe qëndron në këmbë pranë tij. Një njeri aty pranë i tha: "Çoku që të ulen më të mëdhenj." Au të ndoshta akoma dhe më tepër në ndenjse, pa u kushtuar në zi fjalëve. Atër plaku që qëndronte më këmbë i tha: "Qofshi ngurt siç je dhe mos ulësh kurrë në jetën tënde." Dhe mallkimi e kapi. Siç e shihni, i riu ishte i pasjellshëm. Ai mendoi, përse të shohem kur e kam paguar vendin tim? Po, por edhe tjetri pagoi dhe është i moshuar, i respektuar dhe qëndron më këmbë, kurse ti je fëmijë i vogël, 15 vjeçar e riulur. Nga kjo gjë të ka gjetur mallkimi ty, i thash. Shiko të pendohesh, duhet pendim që të bëhesh mirë. I varfëri sa po kuptoi si ishte puna dhe njoh gabimin e tij, u rregullua me njëherë. Sa shumë gjëra nga ato që bëhen sot ndodhin nga mallkimi dhe zemërimi. Dhe kur shkatërrohen familje të tëra apo vdesin shumë persona nga një familje, ta dini se është ose nga padrejtësia, ose nga magjia, ose nga mallkimi. Një baba kishte një djalë që vetëm sillej vërdall. Njëherë i tha i zemëruar: "Arsh një herë për gjithmonë." Atë natë e kthei në shtëpi, pikërisht jashtë derës, djali u godit nga një makinë me të gjithë shpejtësinë dhe vdiq në vend. Babai erdhi pastaj në qelin time dhe më tha duke qarë: "Mu vra djali para derës së shtëpisë." Pasi biseduam pak, më tha: "I kisha folur dhe një fjalë jo të mirë." "Çfarë i the?" pyeta. U zemërova që rrinte jashtë netëve dhe i thash: "Arsh një herë mirë në shtëpi." Mos vall ishte nga kjo. Po, prej çfarë gjë tjetër mendon të jetë? Shiko të pendohesh dhe të rrëfehesh. Këto fjalë i tha babai djalit dhe asolli në shtëpi të vdekur. E pastaj të dëgjoja baban se si qante dhe ta shikoje se si godiste veten. Pra, kujdes nga mallkimi.